Me përfundimin e zgjedhjeve lokale, fokusi është kthyer përsëri tek pushteti qendror. Numrat janë ato që janë, e rezultatet janë të qarta, ndërsa pritet të shihet në vijim se si partitë politike do të lëvizin, mazhoranca do të shtohet, do të mbetet ashtu siç është, apo do të largohet ndonjëra parti. Për këtë temë është diskutuar gjëre gjatë të hënën në emisionin Debat në Shenja, ku i ftuar ka qenë lideri i Aleancës për Shqiptarët e Zjadin Sela, i cili ka lënë të hapur mundësinë për të qenë pjesë e qeverisë. Për të ndodhur kjo, Sela ka 3 kushte kryesore, të cilat janë miratimi i ndryshimeve kushtetuese, përkatësisht zhbllokimi i procesit të integrimit në BE, zëvendësimi i termit të 20% me gjuha shqipe në kushtetut, si dhe vendosja e badenterit në gjykatën kushtetuese. Dhe temat reale për cilat unë jam i interesuar për të biseduar janë ndryshimet kushtetuese, gjuha shqipe në kushtetut, duke heqë definicionin mbi 20%, dhe një çështje tjetër shumë e rëndësishme të krijuar këtë vitin e fundit me sjelljet e gjykatës kushtetuese, që po në kushtetut duhet të ekzistojë që vendimet që sillen me parim badenteri në parlament, po qoftë edhe në këshilla komunale, vendimi në gjykatë kushtetuese të bëhet po njësoj me parim badenteri. Këto do të ishin 3 tema, nëse do të realizoheshin fillimisht, atëherë mund të negociohet me Aleancën për Shqiptarët. Megjithatë, duke komentuar situatën aktuale politike, Sela vlerëson se është alarmante, pasi sipas tij, Mickoski ka aktivizuar strategjinë e Gruevskit, që siç tha, i josh krerët shqiptar me pushtet. DPMN-ja ka riaktivizuar të njëjtën gjë që e përdorte edhe Nikola Gruevski. Pushtetin, duke josh shqiptarët me pushtet dhe duke thënë keni kujdes, sepse do e humni pushtetin, apo. Dhe këtu shihet pastaj vizioni dhe qëndrueshmëria dhe kauzat politike që përfaqësojnë kryetarët e partive politike shqiptare. Kryetarët të cilët i ndrojnë deklaratat në varësi të qytetit ku deklarohen, a janë në Shkup ose në Tiranë, apo në Prishtinë, ose në varësi të asaj që flasin në gjuhë shqipe, apo për ndonjë televizion maqedonës, bëri që Bërvenica të humbet. Për kë e keni fjalën, zoti Sela, për cilin kryetar? Për shembull Bilal Kasami, apo të njohur janë deklaratat e tija që fillimisht deshi për krah kandidaturën shqiptare në Bërveniz dhe pastaj u tërhoq. Duke marrë parasysh se Aleanca për Shqiptarët është ndarë në 3 pjesë, Sela përjashton mundësinë e bashkimit me Arben Taravarin, duke thënë se ende nuk e ka kuptuar arsyen e ndarjes dhe se ai tha se Taravari është figurë jo stabile. Ai thekson se ribashkimi me të është misioni pamundur, ndërsa bashkimi i partisë pa Taravarin mbetet i mundur. Ndërkaq, lidhur me dorëheqjen e Krenar Llogës nga ASH, Sela tha se nuk e ka pritur mirë vendimin e tij, duke shmangur të komentojë më shumë dhe duke nënvizuar se arsyet për largimin ai ka bërë tashmë të njohura në rrjetet sociale.